Këtë pamje nuk e jep asnjë media sot. Ajo që ndodhi aty. Tu ke një qytetar të shtrirë. Atë polici që i vajti plaka në kokë, e pe? Tu ke një qytetar të shtrirë në shesh, të çmobilizuar, dhe vjen një bandit kriminal me 700.000 lekë rogë. Ka i bandit kriminal. Ashtë ja keni lonë. Është policia shtetit. Është policia shtetit. Bandit Një kriminal. polic me 700.000 lekë rogë që mban familjen bukën e gojës, që nuk është as i PS-s, as i PD-s. Po fole kështu bëni dy bandit policia kriminal. shtetit. Po je ti bandit në ratë parë nëse ti krason dhunën fizike të individëve me njëri tjetrin me neutralizimin që bën policia. Në çdo vend të botës, një qytetar të çmobilizuar të shtrirë për tokë që vazhdohet gjuhet me shkopa gome. Hajde hapim çik çfarë ndodh protesta në Gjermani. Se në Amerikë si futen fare, se në Amerikë flasin armën, në Gjermani. Kjo është fytyra kriminale. Hajde, do i thuash gjermanista një fytyrë kriminale. Ti do i thuash gjermanista. E di ku ndryshon Gjermania. Hajde të gjejmë protesta në Gjermani. Njëri policinë Gjermane do rregullonin Gjermaninë, se këtu e rregulluat. Njëri do luftonte korrupsionin Gjermani. Policia po thënë një. Po si u binde të shtrinë në tokë. Është i shtrirë, është i neutralizuar ai. Bëhen dhe filma, thoshte Elisa. O Bido, nuk mund të mbrosh. Njëri tjetri. Polici që ka neutralizuar individin, nuk mund të shoqërojnë komisariat. Nëse ka ndodhur që polici e ka shoqëruar brenda furgonit, se pra ndaj ka protokoll. Dhe civili që i ka... Nëse ndodh kjo gjë... Jo civili më jo. Ore njeri që i kanë vënë pranga dhe kanë shtrinë. Gjermania është policia dhunshme, më falë. Gjermania është policia dhunshme. Ku ka më policit pa dhunshme? Oke, Sidorela dhe... Ti bëre krim të thotë të lutem, hajde. Të lutem një minutë. Që keni këto tani? Më falë. Atëherë ne i pasim Miran Qaf Berishës me 21 janar 2011. Ka tjetër përdorimi i armës? Qofë se ti guzon dhe hynë kryeministri me mjetë, si që kanë hynë 2011. Sidorela dhe pasaj Flori. Të lutem, Eral. Sidorela pasaj Flori. 14 policë në spital dhe 2 civil. I rikuzimit. 14 policë në spital. Ata policët që dollën me video që kur mbaron të shfaqja. Kur mbaron të shfaqja. Ata me 700.000 lek. Po këto janë me 700.000 lek të bushat. Po bëja 2 milion lek. Ata policë me 700.000 lek. Ata policë me 700.000 lek, të cilët ishte gjakosur ti ata. Avokatja i dudve dhe shkopi gomës ja i dudve si janë bo kur njën. Asu të bëjmë, asë avokatja i dudve. Sa po po gjithë ditë në ditës, spaku. PS e PD, gjitha i dudë në burg. Ta them gjithë ditë në ditës të, se më intereson që modeli që të dalin në fund në këtë vend, të jenë modeli sakt. Po kjo nuk bëhet përmes dhunës. Nuk bëhet përmes anarkisë edhe kundër demokracisë. Dhuna është kjo këtu. Policia është organ dhune. Sidorela, të lutem. Betmim. Se me një pyetje që si u përgjigja pak më parë... Pyetjen e paro? Ishte ironike se unë të pyeta në fillim bisedës si rëzot diktatori dhe ti thuat ti mu përgjigje mu si pas teje. Përgjigja se më ngatroj ylli. Përgjigja se më ngatroj ylli. Unë të ngatrova. Si në një demokraci, si bëhet është përmes Po si jemi demokraci fare. Po si jemi, e ketë sankcionuar autokraci elektorale. Gjeje, nëzire, tani. Tani. Në Balluku e ketë gjetë në te Balluku. Po të nëzirë. A, në menjen tënde? Jo. E kapim hajdutin e denoncojmë, ju nuk e lejon urdhë arrestin. Demokracia kjo? Da, bëjmë dhe atë biset. Është zëvënd shkriministe. Bëjmë dhe atë biset, po të qëndrojmë të kjo. Në një demokraci, forma se si hedh kryeministrin, shumicën parlamentare. Protest, demonstrat, pastaj përshkallëzohet. Jo. Si jo? Pa e shkot 200 vjet ashu. Hajtë dali me lullun e ti dhe arzojmë. Aja ka morë me lek, o vla. Nuk kam qonë prezident kër janë paguj lek. E vend një arrugzidhje që ka demokracia janë zgjedhjet. Unë flasë me rakimë. E vend një arrugzidhje që ka demokracia janë zgjedhjet. Kur zgjedhje që i vjedh mes ditës? I ke vjedh mes ditës demokracia janë zgjedhjet. Do me në po më këtë vej? Në vota, i ke vjedh mes ditës. Të di momenti votës. Të lutem mos nuk je në rej. Ti po politiku, të politik. I ke vjedh... Kur modiku? Hajde ma thuaj. Ti po politikë, ti që janë vjetë zgjedhjet. Isha vetë në vlorë në zgjedhjet. Enver Hoxha i ka marrë votat 99.7%. Dhe më këto, qa u bërë Shqipërinë zgjedhjet? Ti Enver Hoxha 2. Qa u bëmë, ku t'ju vodhën? Pare ku t'ju vodhën? Ju vodhën PD-s? Ku t'ju vodhën? Cilës parti? More cilës parti ju vodhën zgjedhjet? Jeni pastarës të Enver Hoxhës. More cilës parti ju vodhën zgjedhjet? PS,
E më e morë vesh PD-je, po. Se jam këtu ka ka marrë të tretë, kam pa armë vëti. Kam pa familjar të isha me ropë, isha me njës familje shduku. E më si shvejnë ka protestusit sot. Ale ma muras, ale ma muras. Ale si do ju. Ale në votim ma muras. Proteste PD-s. Ale ma muras vëtim. Pa qana ka të rejtë, 800.000 vota. Ku më ju votë në zgjedhjet? PD-s. Po ju keni 220.000 administratë, ju s'keni morë votat tuja. 220.000 administratë. Me gjithë grupë babë, janë 800.000, ju s'keni morë tuja. Po vazhdojë shumë prishëm. Sta kanë votu. Një shtetë së shpësëm. Ka votu administratë. Zoti Bido. Po vazhdojë shumë prishëm emisioni. Ju lutem. Mua njerës s'mo ka votuar administrata fare se kësha kundër bajtë. Ti je i dëndjenishën dhe do dali ditë që janë vjetë të Sarandës, qytetarët e Devizës, qytetarët e Vlorës, Pa kje burnin thuj kje drejtë po për i gjo. Ata më kanë... Po një nga plas shpirti se unë më kam 25 denoncime në Gulpin, as i mas nuk është marrë. Më kanë plagos punëtor, më kanë vjetë pronë, më kanë prish biznes, tim të mu ka marrë 800.000 vota. Po mirë më më Po e kam shkuni nga po me kalash. Se dja mu që ishe me pëdën, mo. Kush në pëdën? Kam vjetë, di unë. Jo, po deshe me folë për pëdën. Po qa pra për pëdën po fleta? Pëdëja është 2008-ën, aj që me gjithë pisat e partisë tuj, i dha autoritet maksimal për ministrin. Se mendoj që 8 vjetë ne 8 vjetë ju. Unë për shpirt, Qenë nga dhe kundër pëdës, qenë nga dhe kundër pëdës. Me protestusit e pavaru... Qenë nga dhe kundër pëdës. Eral, tani ti do bësh pak minuta pushim, se po më prish emision, lutem. Se unë të respektoj shumë. Pa më në resim si... Po më respektoj. Ku e ke mor burë dhe njerë po them? Mu më ga qumë gjojë. A do më lërë. A do më lërë. Berisha më trëmbë. Berisha ma thonë mua parlamentë po. Me qeshur e marë. Zoti Bushati në shtrimin Ma jep tuaj... drejtorën e përgjithshëm në policisë një muj ministrin e mrenshëm. Mu të kalëzehun ku e që Berishën e Ramën e Drejtori përgjithshëm kjo. Ma jep drejtorën e lene eqin, 30 ditë. Gjejeni njërin që ka gradën për Ikim nga kjo bisedë. Kush nuk është me ju edhe Gjejeni pra se loboj dhe unë. Ramën burë Ore po Berisha trem njerëzit që të... Dhe tani më thoshe ti ne Ore po trem demokratës njerëzit se ti e me... Po jena tremër nga ka hikë trunë, jo shok një popull, thash, për sotin e madh jena shkatuar. A do më të gjosht? Kjo është Unë abuziv. kam ke hyrja protestës dhe të vetom 1000 vet i kam kthyr mrapsh, atë shkoj të sakrifikohem të vritëm unë, përgëtuj. Po pse do vritesh mor burr? Jo, njerëz, vdes unë, atë shkoj të Pse hyrë do të vritëm. vdesësh mor burr? O vllaja të revoltu mbi populli. Ju s'ka pse jetoni vdesë njeri, pra. me palasa e me jala, o vlla. Mos ma thuaj mua mor burr. Ore s'kan të Shia dhe atje në protestë ka që rini nuk kam njoftë deputetën me futboll, si ishte e pesha Do pushosh një minutë vlla. Unë i thash, a do me folë me pushosh se të administroj këtë Ishte vesh me $8 rroba. A ka mundësi? A ka mundësi more? Nuk e njih realitetin, o zoti Bido. Hajdo, a vishta shosh se sa është kjo bluza? Dhe lëna mor. Jo, më prish emision. Lëna mor. Ishin 3 veta. Dhe Befas m'lidhet... Nuk të ndorën, okej. Pastaj që ishin nga lëvizje vërruje pirotise e Redmuçit, që i lajmëroj u mblodh një 200 veta. Dhe atje për balë, ndërkohë që unë pëhecja për te makina, se nuk më intimidon do të njeri mua, që t'jemi qarë, domethënë. Se dhe ndyshim, por në kauza tilla, unë s'do isha i guzimshëm sa ti me hymë mrena. Më falë, hyra brenda, më rrethuan. Kam lef, zoti Bido. Hyra për te makina, dhe më del para një personi cili ishte i dënuar 3 herë për trafikim droge, si protestues që më thoshte mua për më bënde mua moral. Mua. Qa thu? Mua. Më bënde moral a i. Më bënde moral a i. Tani asë një replikë. U afrua për do të Kemi dënuar a i. vetëm pyetje që të cilat unë dua Mos të përgjigje. themu këtë? Bido, Mos të themu këtë. zoti Bido. Ti ke thënë Mos e një them njështra, qa ndodhi po Po të jo, një tjetër. ky është publik. Zoti Bido, tani unë kam... Eral, të lutem. Tani unë kam 2 pyetje të fundit. Mos të themu këtë. Ju lutem. Kam 2 pyetje të fundit. Monopolizim. Bido. Demokracia. Po jo. Zoti Bido, po të gjoma i minut më vlla. Kjo publike mos e kush. Ore do... 200.000 vetë ka qonë. Ore se unë ditë të them atyre ndërpriteni, o zotri. Doni. Ore do t'ju them ndërpriteni, o. Një deputet i cili gjejnë do ta zgjës kelen dollap. Ore do t'ju them, që të mos ju them ndërpriteni, mo.